Mirëdita. Sot në mëngjes u ktheva nga një udhëtim, qëndrim dhe vizitë një ditore në Strasburg, i ftuar nga grupi Partisë Popullore në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës, por edhe grupi i Demokratëve Konservator në këtë asamble për të shkëmbyer mendime mbi gjendjen në Shqipëri. Në këtë vizitë u prita një takim të veçantë nga presidenti i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, Rusopoulos. U takova në takimet veçanta me delegacionin parlamentar në këtë asamble të Italisë, Suedisë, Greqisë. Zhvillova një takim të veçantë në komitetin prestigjioz të antitorturës në këtë institucion. Takova zyrtar dhe miq të shumtë. Në karrierën time politike, ky institucion është institucioni i parë që unë kam vizituar si president Republike. Këshilli i Europës është institucioni më i vjetër evropian pas luftës së dytë botërore, i cili ngrihet mbi apo në themele ka zgjedhjet e lira, liritë dhe drejtat e qytetarëve europian, qytetarëve të vendeve anëtare. Me këtë institucion kam patur marrëdhënie intensive, qoftë si president apo kryeministër, qoftë si kryetar i partisë më të madhe opozitare. Këshilli i Europës, me bankën e tij dhe me ekspertizat e jashtëzakonshme, i ka dhënë Shqipërisë një ndihmë shumë të madhe, financiare, teknike, në betejën kundër korrupsionit, në të gjitha problemet e autonomisë lokale dhe rajonale, çështjet demokracie, ai këshill, me iniciativën e Sali Berishës, ka votuar rezoluta kundër regjimit socialist në kohë kur isha në opozitë. Kësaj here, pra pas 13 vitesh, unë përsëri aty isha në shtëpinë time. Dhe pata një pritje shumë miqësore të përzemërt. Ishte një kënaqësi e madhe, që unë dje isha zëri i të gjithë shqiptarëve në atë institucion, zë që ka munguar kaq e kaq vite. Por duhet t'u them këtu, ishte një kënaqësi shumë e veçantë. Mbas të themi pothuaj skandalit ndërkombëtar të Edi Rams
çka kishte detyruar në një akt të pashembullt me një lider europian, kishte detyruar drejtuesit e këtij institucioni të anullojnë darkën zyrtare, të parashikuar për kryeministrin e Shqipërisë, mbasi ai nuk meritonte, nuk ishte ide për këtë darkë. Nuk ishte ide. Ja anulluan darkën. Nuk po ndalem në kapitull, se është një kapitull i veçantë në reagimet e tij pas anullimit të darkës, që janë një turp i madh. Janë një turp i madh. Për të mos thënë dhe gjerë më shumë. Por tani po informoj shqiptarët se unë dje aty isha zëri tyre. Zë që u paraqiti grupeve parlamentare të vërtetat mjerisht pak të njohura mbi regjimin Edi Rams, narkoshtetin dhe narkodiktaturën në Shqipëri. Mendoj se ishte shumë e dobishme dhe e domosdoshme që parlamentarët e grupeve kryesore parlamentare, siç është grupi i Partisë Popullore, në këtë institucion të mësonin me dokumenta faktet pa kundërshtueshme të vërtetat e narkoshtetit parë dhe të vetëm në Europë, të cilat u ndoqen me interes shumë të madh. Unë informova audiencën e nderuar të parlamentarëve nga gjithë Europa se Edi Rama arrestoi në vit elektoral apo vuri në proces penal 3 liderë të partive kryesore opozitare dhe 3 tjerë eksponentë të opozitës u mori mandatet, i marrë në arrest shtëpi apo e marrë në burg. Dhe të gjithë aty mendonin. Një vend të dytë si Shqipëria nuk ka në këto shkelje. Shqipëria ngjiste të e kalonte Bielorusinë e Lukashenkos dhe ngjiste diku me në një vend ta zam Tunizia apo në tjetër, më keq. Në këto takime bëra historiku me shkurtër të kanabizimit të Shqipërisë, me të cilin u hodhën themelët e narkoshtetit. Hapja e Shqipërisë ndaj kokainës dhe shtrimin e saj në një hub kryesor. Shkrirjen në një sipërmarrje të përbashkët të shtetit me drogën dhe me krimin. Shkrirjen në një sipërmarrje të përbashkët. Vendimarrjen në të gjitha nivelet të krimit të organizuar në Shqipëri. Këto ishin tezat kryesore që unë paraqita aty të faktura me dokumenta dhe që ishin, mund të them se ishin tronditse për audiencën e nderuar. Natyrisht, impakti, receptiviteti i kësaj ekspozeje ishte shumë pozitive.
një numër i konsiderueshëm deputet të antarë të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës shprehen direkt angazhimin e tyre për të ardhur si vëzhgues në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pata një takim të veçantë në Komitetin Antitorturë. Ajo është një komitet i vetëm i kësaj natyre që me lidhje të fuqishme me institucionet tjera. E informova për gjendjen dramatike të burgjeve dhe jo vetëm burgjeve, për torturën që ushtrohet në komisariate, që ushtrohet në qeli, për serialin e vdekjeve të rive shqiptarë si kur ndonjëherë, me potencialin më të madh të helmuar nga droga, për gjobën e të mëshme që paguajnë burgosur gjerë 2.000 euro për të patur kushtet më minimale. I vëmendje veçantë ishte këtu tortura publike që ata i bën ish presidentit, ish kryeministrit, ish kryetarit parlamentit Ilir Meta. Këta zotëri informova, si ku në informova edhe audiencën e grupit parlamentare, se shqiptarët kanë humbur përfundimisht parimin e prezumimit të pafajësisë, mbasi në paraburgime në burgjet e tyre janë 67% janë të paraburgosur. Nuk ka një vend të dytë në botë. Nga 15-20% është norme e fryrë. Këtu është 67% dhe kjo s'ka ekzistuar kur në diktaturën komuniste. Jo, nuk ka ekzistuar. Mendoj se ky ishte një takim shumë i çmuar, shumë i dobishëm me Komitetin e Torturës. Së fundi, gjatë darkës që ushtrua, grupi parlamentar i EPP-s na ftoi dhe ne ishim të nderuar të darkonim me presidentin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, zotin Rusopoulos, dhe kryetarin e grupit parlamentar Pablo Hispan, kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Popullore Europiane Pablo Hispan. Tani unë këtu jam për të falënderuar me shumë mirënjohje kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Popullore për seancën që i kushtoi problemeve të Shqipërisë dhe opozitës shqiptare, zotin Pablo Hispan. Të falënderoj me mirënjohje kryetarin e grupit parlamentar të Demokratëve Konservator në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës, zotin Zolt Nemet. Një mirënjohje të veçantë kam për kryetarin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, zotin Rusopoulos. Për zëvendës presidentin e Komitetit Antitorturës të Këshillit të Europës dhe ekipin që shoqëroi atë, për kryetarët e delegacionet dhe delegacionet e Italisë, Greqisë, Suedisë, për takimet që na rezervuan. Unë mund të them se me këto takime
u shkrin të gjitha mashtrimet, dizinformimet, që Edi Rama me veglat e tij ka bërë në atë institucion dhe u kuptu, u bë me qartë se ç'përfaqëson ky person të cilit për herë të parë në historinë dhjetra vjeçare ky institucion i anullon darkën zyrtare. Ja anullon darkën zyrtare. Pra, mendoj se këto informacione desha të paraqes para jush, jam i hapur për pyetje rreth kësaj teme shumë të rëndësishme, nuk po merrem pastaj me atë pjesën tjetër që pjesa tjetër është nga historitë më të turpshme. Ja u them këtu pas anullimit darkës reagimet. Po, ai kur nuk ka turp, as nuk skuqet, as nuk zverdhet, thot çdo gjë, bën çdo gjë. Nga ABC News. Pyetja ime e parë, kryeministri Edi Rama po e fillon këtë fushat elektorale me krye premtimin se deri në vitin 2027 do të çelë negociatat me Bashkimin Evropian dhe në 2030 do anëtarsoj Shqipërinë Bashkimin Evropian. Një objektiv që sipas shefes politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, e cila ndodhet në Tiranë, është realist në rast se Shqipëria realizon gjitha reformat. Në vitin 2021 Partia Demokratike ka patur objektiva të bazuar në afate kohore, si për negociatat edhe për antarësimin. A keni ju një premtim se kur Shqipërinë mund ta antarësoni në Bashkimin Evropian? Kalibroje pak më mirë citimin e zonjës Kallas. Zonja Kallas, Shqipëria tha ka ambicie. Ambicie. Që është mashtrimi e Edi Ramës. Por kjo është një rrugë e vështirë dhe kërkon reforma. Ajo nuk investoi asnjë nonagram në zotimet e Edi Ramës. I tha dhe tjetër që është rrugë gjithëpërfshirëse. Kurse, pra, Edi Rama u përpoq ta asocioj mashtrimin e tij me praninë e përfaqësuesës lartë politikës jashtme të Bashkimit Evropian dhe për sigurinë zonjës Kallas. Po ajo mbajti vendin e vet dhe qëndrimin e vet. Me një fjalë, u tha shqiptarëve, unë nuk kam punë me ato që thotë ky. Atër ambicit e ti. Atër mashtrimet e ti me fjalë tjera, po e s'pun thoshte mashtrimet se kishën krah. Besoj se e sqarova. A ka Partia Demokratike? Po. Pa diskutim. Partia Demokratike ka deklaruar dhe deklaron se ylli polar i programit saj do të jetë integrimi Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Si do jetë? Merit-based. I bazuar reforma dhe merit. Partia Demokratike ka deklaruar dhe deklaron se ajo në pushtet do normal çdo reformë, do miratoj çdo ligj, çdo vendim, për të kapur çdo standard, për të realizuar çdo kriter që kërkohet për integrimin e plot Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tani, të mendosh ti se Shqipëria do integrohet si narkoshtet në Bashkimin Evropian, Shqipëria do integrohet me
bajrët, çelët edhe ponjat, ministra mbi ministra, se këta janë më të ligjë këta. Ata rrinë atje ku rrinë, po këta janë. E kupton apo jo? Është një lloj si t'imagjinosh se do shohësh veshin tënd pa pasqyrë. Qa s'mu ta imagjinosh. Ndaj dhe unë me këtë rast e garantoj komisionerën, përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian, se kjo forcë politike që ka qenë e faktuar lokomotive të gjitha proceseve integruese të Shqipërisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, qëndron e përqendruar, e gatshme, e vendosur që rrugën drejt Bashkimit Evropian ta ndërtoj mbi bazën e meritave, reformave, dignitetit të vendit, të pres me gërshërët e ligjit dhe zero tolerancë lidhjet e krimit me politikën. E morë të vesh, unë i informova Strasburgun për 1 milion faqe që kanë ardhur. Informova të gjitha këto. Edhe për nismen e Komisionit të Vërtetës. Edhe për telefonat e koduar të Edi Rama, ta u lanë balsë gjykatësve të tjere më radhë. Ju i ndëgjohet vetë këto. Prandaj dhe ky problem integrimi është e shpall, Partia Demokratike integrimin e shpall si interesi numër 1 kombëtar i saj, si ylli polar i programit të saj. Kjo është. A keni një afat, ose një ambicje tuan, me qenë se edhe kryeministri Rama ka ambicje të vetën. Ju keni një ambicje kur mund ta integroni Shqipërinë? Kryeministri mos më shtyt flas më shumë se sa po jam kthyer nga atje çfarë thash. Lëre mos e pyet. Është famoz kur shkon ai atje të del para asa audience dhe bën gjeste e gjëra sikur t'ishte Suel Çela apo Safet Bajri apo edhe ata do silleshin më mirë, me dignitet. Prandaj është kuptuar se përfaqëson Edi Rama tani. Është kuptuar gjërësisht dhe ju siguroj se do kuptohet çdo ditë më shumë. Problemi është se do kuptohet çdo ditë më shumë, se kishte bërë gjithçka për të krijuar zhurmuesit rreth këtyre institucioneve. Po ja që të vërteta do të dalin një nga një. Zoti Berisha, po me opozitën a do të ketë takim zonja Kallas në Shqipëri dhe do ishte, pse nuk takohet me ju, është ideja e pyetjes, dhe pyetja tjetër është që më datë 11 keni lajmëruar se do të qelni fushatën për zgjedhjet e 11 majit. A do të jetë personit të cilin e keni quajtur kryestrategu i fushatës në çeljen e fushatës tuaj? Me sa kuptoj unë, zonja Kallas është në një udhëtim rajonal. Më duke se e ndëgjove që tha do shkoj që këtu në Bosnjë. Udhëtimet rajonale janë udhëtime rajonale për qëllime rajonale. Dhe normal që ajo takon qeveritarët, cili do që tjetë qeveritar, ata do takoj. Ky është rregull i udhëtimeve rajonale. Nuk kanë synim vendin. Së pari. Së dyti, do jetë pa diskutim, si që kam thënë. Unë ju kam njoftuar ju që ai do t'jetë në hapjen e fushatës. Dhe këtu është përfaqësuesi i tij për disa ditësh dhe ne jemi në lidhje
Unë nuk e kuptoj. Si i krijoni këto dyshime, më thake. E di sa kuptoj unë? Se këto i hap zyre Edi Ramës. Aq i të merruar është ai njeri. Aq i të merruar është, sa që tani për t'u dhënë zemër të vetëve, thot që ai iku, nuk është më. Po kur ta shohin, çfarë do u thot atë vetëve? Sa i këto i hapaj, se tjetër kush s'mund t'i hap. A keni dëgjuar kush është konsulenti i tij fare? Se kjo është normale. Ky tani i të merruar nga ekspertiza e tij dhe nga shumë faktorë të tjerë, iku, thotë socialistëve. I mashtron pra me media. Jo, ai do vi. Do jeti i pranishëm. Në një hapje të jashtëzakonshme. Çfarë elementesh do të ketë nisja e fushatës? Lutem skenarin ta majmë surprizë. Jo çdo gjë mund të thotë njeriu. Unë edhe nga udhëtimi mbajta shumë gjëra pa i thënë, sepse por kishte gjëra plot. Ju falenderoj shumë.